Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjaft harxhuat para. Përdorni vaj dhe limon dhe do shëroheni nga këto sëmundje. Kjo stin është koha e dur kur për të përfituar vlerat e trupit, sidomos nga natyra, duke konsumuar vaj ulliri me limon, do të keni zgjidhje të mirë për shëndetin tuaj. Kur zgjoheni në mëngjes, a ndiheni të lodhur dhe pa energji? Në përgjithësi, përgjigjja është po. Atëherë jeni në vendin e dur për të zbuluar se si të keni më shumë gjallëri. Sekreti qëndron tek këto dy super ushqime fantastike. Mjafton të shtrydhni një limon dhe ta përzjeni me një lugë gjedhe me vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Nuk do t'i hiqni dorë prej saj, kjo është e sigurt. Shqipëria është një vend i bekuar me vajin më të mirë të ullirit dhe agrumeve më të mira që mund të keni provuar ndonjëherë në jetën tuaj. Ky produkt do ju tregoj kombinimin e duhur të vajit të ullirit dhe limonit, i cili do të pastrojë organizmin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Në mëngjes do të ndiheni të rifreskuar dhe plot me energji. Kjo formulë magjike është të përdorur në mbar botën që në lashtësi. Qytetërimet të shumta besojnë se kjo përzierje ka aftësinë e këtyre të dy produkteve shëruese për një sër probleme shëndetësore. Por cilat janë vlerat shëndetësore të tyre? Të gjithë e dimë se vaji i ullirit është gur themeli i dietës mesdhetare. Vaji i ullirit sipas kërkimeve ofron acide yndyrore që na mundësojnë luftimin e kolesterolit të keq. Por më tepër ai është një instrument i fortë për të larguar toksinat nga organizmi. Jo më kot qytetërimet e lashta e thërisnin vajin e ullirit, lëngu i art. Vaji i ullirit duhet jetë pjesë domethënëse e ushqimeve tuaja të përditshme. Kur vjen puna te limoni, na duhet ta pranojmë se është një nga frutat më të shëndetshëm. Limoni është i mbushur me elementë të shëndetshëm, vitamina dhe antioksidantë. Kur përzihen së bashku këto dy përbërës, ato kthehen në një lëng me fuqi të jashtëzakonshme që mund të trajtojë dhe të parandalojë probleme të tilla si shmangja e konstipacionit. Ekspertët thonë se nëse kombinoni vajin e ullirit me lëngun e limonit, do të përfitoni një lubrifikant natyral që do të zbusë mukosin tretës dhe do të aktivizojë funksionin e mëlçisë dhe të fshikëzës citonelt.com. Kjo recetë kaq e thjeshtë, por shumë efektive, mbron organizmin duke aktivizuar antioksidantët që largojnë toksinat, pastrojnë trupin dhe kujdesen për të. Të gjitha këto procese aktivizojnë tretjen dhe zbrapsin substancat të këqija nga trupi. Mbron nga sëmundjet kardiovaskulare. Të gjithë e dimë se vaji i ullirit është i mbushur me acide yndyrore që janë shumë të mira edhe për t'i dhënë një shtysë pozitive të gjitha organeve dhe për të larguar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit dhe limoni kanë gjithashtu fuqi të panumërta shëruese, të cilat shërbejnë më së miri kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Lufton reumatizmën. Ky kombinim i fuqishëm ka edhe veti të mira antiinflamatore. Nëse kombinoni këtë lëng çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh, do të lehtësoni gjithashtu edhe dhimbjet e kyçeve. Ekuilibron funksionet e fshikëzës, së mëlçisë dhe të tëmthit. Ekspertët thonë se nëse kombinoni këtë përzierje në mëngjes, do të shmangni krijimin e gurëve të tëmthit. Përpiquni të pini vaj ulliri, limon dhe ujë përpara se të hani mëngjes dhe në këtë mënyrë do të pastroni fshikëzën e tëmthit, mëlçin dhe veshkat, citonelt.com. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese gjithashtu edhe për mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Sipas informacioneve të Bright Side, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore që reaktivizojnë qarkullimin e gjakut, duke eliminuar kështu kolesterolin e keq. Vaji i ullirit largon inflamacionin dhe pajis trupin me shumë vitamina. Ai është një detoksifikues shumë i mirë i trupit. Përzierja mes vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet të konsumohet përpara ngrënies në mëngjes që të funksionojë në mënyrë perfekte. Ai është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga kolesteroli. Vaji i ullirit dhe limoni është një recetë ideale për të ulur nivelin e kolesterolit në gjak. Lehtëson problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj recete kundër reumatizmës qëndron te vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë recetë rregullisht me stomakun bosh, do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo recetë njihet si lëngu i art. Ai është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër konstipacionit. Vaji i ullirit ka efekte laksative, sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo recetë natyrale zgjidh problemet tuaja të tretjes, siç janë edhe konstipacioni.
Kjo recetë është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e mëlçisë. Kur organizmi mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen vaji i ullirit dhe lëngu i limonit. Intoksifikimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe funksionin e mëlçisë. Duke konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, do të përmirësoni shëndetin e mëlçisë. Do të lehtësoni gjithashtu edhe probleme me tretjen. Lëngu i limonit me vajin e ullirit rekomandohet për probleme me tretjen, aciditetin në stomak e të tjera. Ky lëng ka efekte qetësuese kur kombinohet me stomak bosh, sidomos kur konsumohet esëll. Lëkura, floku dhe thonjtë tuaj gjithashtu do të përfitojnë nga kjo recetë. Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj recete në dietat tuaja ushqyese mund të jetë aleati juaj më i mirë në këtë aspekt, duke sjellë shumë përfitime në shëndetin tuaj të jashtëm, duke sjellë kështu edhe përfitime më të mira edhe për shëndetin e thonjve. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është një recetë ideale për njerëzit që kanë thonjë të brisht, akne dhe çrregullime të pahashit të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidant që luftojnë në shenjat e moshës, rrullat dhe njollat e lëkurës. Vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen edhe për të trajtuar zbogthin në flok, duke masazhuar gjithashtu edhe flokun pas larjes. Kështu do të keni një zgjidhje më të mirë shëndetësore. Përdorimi i rregullt i kësaj recete do të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj, duke sjellë kështu edhe përfitime të shumëanshme për trupin dhe shëndetin. Ndaj edhe ekspertët vazhdimisht sugjerojnë përdorimin e të dy përbërësve. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij çdo ditë mund të lejojë të merrni përfitimet maksimale për shëndetin tuaj dhe jo vetëm. Ai njihet për efektet e tij pozitive për mrekullinë që bën në trup, që shkojnë përtej kësaj. Sipas brajtësajt, duke konsumuar çdo mëngjes një lugë gjedhe me vaj ulliri, atëherë ju do të merrni shumë përfitime siç është edhe përfitimi i duhur për lëkurën. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen e intjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dizinfektues natyral. Ai ndihmon gjithashtu në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson kështu shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur me acide yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Ato zvogëlojnë edhe inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër ndihmon në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht nga inflamacioni. Ato përmirësojnë shëndetin e zorëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçra. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë, ekstra i virgjër, është një mënyrë shumë e mirë për të shkatruar bakteriet e dëmshme në më pak se 14 ditë. Pasurimi i dietës suaj me këtë vaj do të jetë një rol pozitiv në shëndetin e përgjithshëm, si dhe do të ndikojë shumë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni një shëndet më të mirë, zgjidhni këto dy produkte në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.